Po ne kur ikim, zakonisht në këtë periudhë, çfarë duhet të çojmë tek të afërmit tanë? Shiko, nëse Sepse varet edhe nga lidhjet me patjetër, nëse është një darkë miq, nëse është një drek apo një darkë familjare, nëse është 31-shi që për mua, duke qenë se festat tradicionale është Krishtlindja, mund të ishte edhe në një shtëpi ku secili sjell gjëra të ndryshme dhe e bëjnë me fjalë përpara dhe është kërcim hare, por nëse do duhet të themi atë klasiken pra, kur jemi të ftuar tek dikush, unë mendoj që mund të çojmë maksimumi një tufë me lule, ose një ëmbëlsirë pra çokoladë. Çokolada të cilat edhe një verë ndoshta, por duhet të dini gjithmonë që nëse e zonja e shtëpisë pra i merr çokolada atë verën, duhet patjetër ta konsumoj gjatë mbrëmjes dhe gjatë darkës me ata që ja kanë sjellë. Pra nuk mund ta marrësh dhe ta vendosësh. Ndaj unë e them gjithmonë, edhe nëse po çon për shembull një verë me bulza, një verë të bardhë, e cila ka një temperaturë caktuar të ftohtë, nuk mund ta çosh të ngrohtë atë dhe thjesht t'i adurosh. Duhet ta kesh ftohur sepse mendohet që e zonja e shtëpisë do duhet ta konsumoj gjatë darkës, gjatë mbrëmjes. Lulet ndonjëherë janë impenjative kur ke të ftuar shumë njerëz në shtëpi dhe të vinë me tufa me lule, sepse e zonja e shtëpisë nuk mund t'i marrë dhe t'i lërë mbi një mobilje apo në një vend, duhet patjetër t'i vendosi në ujë. Pra duhet ketë vazon gati, kështu që për të mos i krijuar konfuzion, asaj zonjës të shtëpisë që ka gatuar, ka shtruar tryezën, është bërë vetë prezantueshme, t'i japësh këtë konfuzion, të hypi mbaj shkallëve, të gjej atë vazon e qelçit. Ndaj unë mendoj që mirë është, kjo do ishte idealja, por mundet e të bëhet, të çosh një lule që t'jetë gati me vazo apo me një vazo të vogël, t'ja çosh përpara.